këto dy parti janë bë bashkë për me mujtë me zgjedh kryetarin e komunës që kanë zgjedhur përparim Ramën. Ne jemi dëshmitar që në një kohë kanë qenë rival tash për mes veti PDK-ja me LDK-n, kurse kohët e fundit a rivalitet është zbedh dhe mund të them që janë afruar edhe në platforme, edhe në percepcion politik, edhe në qasje kështu me radhë, dhe na dim që rasti i fundit të zgjedhjeve që ka ndodhur në komunën e Prishtinës, këto dy parti janë bë bashkë për me mujtë me zgjedh kryetarin e komunës që kanë zgjedhur përparim Ramën, dhe pastaj tani është e njëjta situatë. Raporti i vetëvendosjes është i nder dhe i tendosur me të gjitha partitë e mëdha, po flasëm për partitë e mëdha, dhe jo me fajne e partive opozitare, por me fajne vetë lëvizjes vetëvendosje. Sepse lëvizja vetëvendosje me një krenari të pamboles dhe me një arogancë ka krijuar hasëm dhe raport armiqësor me të dy partitë, dhe me LDK-n edhe me PDK-n, dhe normalisht që ajo ka me hakmarr, dhe sigurisht që në shumicën e rasteve, sepse ju e thatë edhe vetë që në këtë rast prizreni me Prishtinën, po del që PDK-ja me LDK-n kanë minimu njëna tjetrës, në këtë rast këta kanë minimu PDK-s dhe këta kanë minimu LDK-s. Në Prishtinë, PDK-ja minimu LDK-s, atje LDK-ja ka minimu PDK-s, dhe ka me ndodhë paravarësisht një matematikë e tillë.